të prodhuesve vendor. E krejt këta fermerë shfrytëzojnë derivatet e naftës për maqinerit e tyre bujqësore, por çmimi i derivateve vazhdon që të jetë tejet i lartë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar edhe çmimet tavan të derivateve në Kosovë për ditën e enjte. Sipas tyre, çmimet tavan do të shënohen si vijon, ku litra e naftës është liruar për 1 cent krahasuar me një ditë më parë, për dallim nga e mërkura, kur 1 litër naftë në Kosovë kushtoi 1.74 eurocent, të njëjtën kushton maksimalisht 1.73 eurocent për litër. Kurse benzina do të kushtojë 1.51 eurocent për litër, ndërkaq për 1 litër gaz do të paguhet në shumën prej 0.60 cent.